Qëndrime të ndryshme në Vlen për listat të zgjedhjeve lokale, Taravari preferon të garohet vetëm Kasami bashk. Orce Georgievski qetëson prindërit, thekson se fëmijët mësojnë në shkolla të sigurt. Kreu i komunës së Tetovës mohon akuzat për keqpërdorime, thot se privatizimin e tokës tek monopoli është realizuar në vitin 2014. Organizata Euromed Monitor raporton se Izraeli çdo ditë në Gaza vret të paktën 103 palestines. Shëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Në koalicionin Vlen po shfaqen qëndrime të ndryshme rreth mënyrës se si do të garojnë partitë shqiptare në pushtet në zgjedhjet lokale. Arben Taravari e ka bërë të qartë se ata duan që të garojnë në lista të veçanta, duke theksuar se kjo është një motivim për aktivistët për të punuar më shumë. Në anën tjetër, lideri tjetër i Vlenit, Bilal Kasami, ka deklaruar se pjesa dominante e koalicionit janë në zgjedhjet që të garojnë së bashku. Arben Taravari, kryetari i Aleancës për Shqiptarët, pjesë e koalicionit Vlen, kërkon që në zgjedhje lokale të dalë me listë veçantë, ndryshe nga pjesa tjetër e partive të këtij koalicioni. Por ai është optimist se do të gjejnë gjuhë të përbashkët për këtë çështje. Taravari tha se janë në komunikim të vazhdueshëm, edhe se po përgatiten për zgjedhje lokale, si dhe shtoi se së shpejti do të dalin me qëndrime. Unë e kam thënë shpesh, sa më shumë unë kam insistuar në negociata që të kemi listë veçantë si Aleancë për Shqiptarët, po edhe partitë tjera, sepse motivojmë shumë më shumë njerëz të jenë të angazhuar në zgjedhjet lokale, por e shohim e bëjmë. Jemi në komunikim të vazhdueshëm, kemi raporte korrekte, kështu që jam optimist që se do të gjejmë gjuhë përbashkët. Kërkesën e Taravarit për lista të veçanta e pranoi edhe kryetari i lëvizjes Besa, Bilal Kasami, por ai thotë se pjesa dominante e koalicionit janë që në zgjedhje të garojnë së bashku. Ai theksoi se nëse ASH vendos për këtë, atëherë në zgjedhje do të garojë vetme. Po, qëndrimi dominant në brenda Vlenit është që ne shkojmë si koalicion. Kemi marrë mandat nga qytetarët dhe në pushtetin qendror dhe gjithashtu kërkesa e qytetarëve është që ky koalicion të vazhdojë bashkë edhe në zgjedhjet lokale. Ka edhe mendim ndryshe dhe kjo është e njohur për opinionin që kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari në bazë të informatave që i ka brenda Aleancës për Shqiptarët, ekziston edhe kërkesa që të shqyrtohet edhe mundësia që në listat për këshilltar të Aleanca të shkojë edhe e vetme. Kasami mohoi që Taravari të ketë kërkuar përqindje në ndarje të listave për zgjedhjet lokale, pasi në opinion kishte informacione që ai kishte kërkuar 40%. Bilal Kasami gjithashtu shpreh se në takimin e fundit që kanë patur liderët e Vlenit, Arben Taravari ka mohuar të jetë takuar me liderin e BDI-s Ali Ahmetin. Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari ka njoftuar se nga lista 24 pacientëve, 9 pacientë do të lëshohen në shërim shtëpiak. Ai njoftoi se Ministria e Shëndetësisë ka formuar një ekip mjekësh, të cilët shkojnë në spitalin e Koçanit për trajtimin e pacientëve që janë nga atje, të cilët kanë lëndime më të lehta të mos detyrohen të vinë deri në Shkup. Prej 24 pacientëve, 9 do të lëshohet në shërim shtëpiak, informoi sot Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari. Ai theksoi se pacientët të cilët po mjekohen, 7 prej tyre ndodhen në qendrën klinike, 8 pacientë në spitalin 8 shtatori, 6 në spitalin e vjetër të qytetit, si dhe 3 pacientë të cilët shërohen në klinikat private. Pra, siç theksoi ai, në Shkup do të ngelen vetëm 15 pacientë. Ai po ashtu dha shpjegime edhe për pacientët të cilët po mjekohen jashtë vendit. Dhe një pacient që shërohet në Suedi, tashmë është në mjekim shtëpiak, po qëndron edhe disa ditë atje derisa të kthehet. Praktikisht nesër do të mbetemi me 99 pacient, shkojmë në numër 2 shifror, zvoglohet numri pacientëve. Në përgjithësi informatat janë të mira, mbeten 4 pacient pak më kritik, por në dallim prej dje sot janë në gjendje pak më të mirë se sa dje, por përsëri në situatë të vështirë.
Dëgjojmë gjithnjë e më shumë lajme që ekstubohen pacientët vendosen në reparte të mira, në reparte normale dhe paralajmërime për plot pacientë që do të kthehen në ditët në vijim. Ministria e Shëndetësisë ka formuar një ekip mjekësh të cilët do të shkojnë në spitalin e Koçanit për trajtimin e pacientëve që janë nga atje, të cilët kanë lëndime më të lehta të mos detyrohen të vinë deri në Shkup. Qëllimi është që personat me lëndime më të lehta me shkallë më të lehtë të djegjes të mos vinë në çdo 2-3 ditë në Shkup, por të mund kontrollet i bëjnë atje për situatën e tyre shëndetësore. Për infeksionet, askush nuk mund ta di, ajo mund të ndodhë në secilën fazë derisa nuk shërohet plaga. Ndërkaq, drejtori i toksikologjisë Andon Çibishev tregoi se 4 pacientët që dje kanë ardhur nga Spanja, pas kontrolleve të nevojshme mjekësore, sot janë lëshuar në shtëpi, në siç tha ai, gjendje të shkëlqyer shëndetësore. U shtruan në klinik, u kontrolluan nga toksikolog, anesteziolog, psikiatër, të gjithë kanë marrë terapi. Rezultatet e analizave të tyre treguan se janë në vlerat e referencës, janë më parametra stabile klinike dhe sot u lëshuan në shtëpi në gjendje të shkëlqyer shëndetësore. Ndërkaq, mjekët dhe institucionet përkatëse po tregojnë të gatshëm se po bëjnë gjithçka në fuqinë e tyre për t'u dhënë trajnimin më të mirë të mundshëm për shërim sa më të shpejt pacientëve. Fëmijët mësojnë në shkolla të sigurta, prindërit nuk duhet që të shqetësohen. Këtë ka deklaruar sot kryetari i Bashkësisë së Njësive të Veçeverisjes Lokale, Orce Georgievski, i cili premtoi se do të angazhohet që kontrollet e rregullta të bëhen të detyrueshme së paku një herë në vit në përputhje me ligjin. Kryetari i Bashkësisë së Njësive të Veçeverisjes Lokale dhe njëherët edhe kryetari i komunës së Kisillavodës, Orce Georgievski, deklaroi se fëmijët të mësojnë në shkolla të sigurta dhe se opinioni dhe prindërit duhet të jenë të sigurt, pasi siç tha, nuk ka vend për panikë dhe frikë. Georgievski premtoi se do të angazhohet që kontrollet e rregullta të bëhen të detyrueshme së paku një herë në vit në përputhje me ligjin. Gjithçka që është evidentuar si mangësi nëse diku duhet të ndërruar diçka për shkak të vjetërsimit, nëse ka lëshime si mos kryerja e kontrolleve të rregullta në një shkollë të caktuar, kjo nuk guxon të ndodhë në të ardhmen, do të hiqet me shpejtësi në periudhën e ardhshme nga autoritetet lokale në bashkëpunim me drejtorët e shkollave dhe shërbimet komunale. Georgievski njoftoi se tani janë duke u bërë kontrollat të jashtëzakonshme inspektuese, duke theksuar se në komunën e Kisillavodës kontrolli i rregullt është bërë në fund të vitit të kaluar dhe ka dokumentacion të plot se shkolla është sipas të gjitha standardeve dhe i plotson të gjitha kërkesat. Ndryshe, ai këto deklarata i bëri pas vizitës së shkollës fillore Partania Zakravski. Kujtojmë se këto kontrolle se sa janë të sigurta shkollat edhe qerët në vend, vijnë pas tragjedisë së madhe e të tmerrshme që ndodhi më 16 mars në Koçan, ku jetën e humbën 59 persona, kryesisht të rinj, dhe mbi 190 persona u lënduan. BDI ka iniciuar formimin e një komisioni parlamentar të posaçëm për të hetuar atë që e vlerëson si qasje selektive dhe të njëanshme të sistemit të drejtësisë së kontrolluar nga qeveria në trajtimin e tragjedisë në Koçan. Sipas BDI-s, ky komision duhet të përfshijë përfaqësues të OSBE-sit dhe nga ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në cilësinë e vëzhguesve. Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Arbana Pasholli bën të ditur se grupi parlamentar i Frontit Evropian sot do të kërkojë zyrtarisht krijimin e një komisioni parlamentar të posaçëm për të hetuar, siç tha, çështjen selektive dhe të njëanshme të sistemit të drejtësisë së kontrolluar nga qeveria në trajtimin e tragjedisë në Koçan. Pasholli tha se ky komision duhet të ngrihet më njëherë dhe të përfshijë përfaqësues të OSBE-s, si dhe përfaqësues nga ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në cilësinë e vëzhguesve me qëllim, siç tha deputetja, garantimin e një hetimi të drejtë, të pavarur dhe transparent. Drejtësia selektive ka tronditur çdo qytetar të këtij vendi dhe ka krijuar një situatë të paprecedent që rrezikon themelet e shtetit të së drejtës dhe të besimit qytetar ndaj institucioneve. Mosveprimi ose instrumentalizimi politik i drejtësisë për qëllime të ngushta cënon jo vetëm të drejtat themelore të qytetarëve, por edhe stabilitetin demokratik dhe perspektivën evropiane të vendit.
Nga Fronti Evropian presin që kuvendi të veprojë me përgjegjësi dhe seriozitet maksimal për të siguruar një hetim të pavarur, të besueshëm dhe gjithëpërfshirës, duke shtuar se BDI mbetet e parekundër në përkushtimin e saj për mbrojtjen të drejtave të qytetarëve dhe forcimin e shtetit të së drejtës në vend. Edhe partia opozitare maqedonase LSDM ka premtuar se do të angazhohet me të gjitha forcat për të vënë para drejtësisë të gjithë personat përgjegjës për lejimin e tragjedisë në Koçan. Komiteti qendror i LSDM-s konstaton se rrjedhja e deri tani me hetimeve tregon se po zhvillohet në mënyrë selektive dhe është fokusuar vetëm në të kaluarën, vetëm në ish funksionar dhe në punës civil. LSDM do t'i shfrytëzojë të gjitha mekanizmat për sigurimin e drejtësisë jo selektive dhe e përgjegjësisë për tragjedinë në Koçan, kështu thuhet në komunikatën e LSDM-s pas mbledhjes së mbrëmshme të Komitetit Qendror dhe Ekzekutiv të partisë, në të cilën, siç bëjnë me dije, është diskutuar për situatën aktuale në vend pas tragjedisë në Koçan. Mbledhja kishte nisur me 1 minutë heshtje për 59 viktimat. Konkluzioni Komunitetit Qendror i LSDM-s është se rrjedhja deri tani me hetimeve tregon se po zhvillohet në mënyrë selektive dhe është fokusuar vetëm në të kaluarën, vetëm në ish funksionarët dhe nënpunësit civil, ndërsa zyrtarët aktual dhe nënpunësit civil nuk janë përfshirë fare, edhe pse kanë qenë në detyrë ditën kur ka ndodhur tragjedia. LSDM thotë se insiston në hetim jo selektiv të pavarur dhe thelbësor, në të cilën do të përgjigjen të gjithë sipas ligjit. Në këtë drejtim, LSDM do të shfrytëzojë të gjitha mekanizmat institucionale dhe demokratike, përfshirë edhe Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, përmes komisionit hetimor në momentin e duhur për të vërtetuar faktet, por edhe për përgjegjësinë politike për tragjedinë ndodhur në Koçan. Sa i përket zgjedhjeve të brendshme për kryetarët e LSDM-s, njoftoi nga partia, ato anuluan për shkak të tragjedisë në Koçan dhe Komiteti Qendror vendosi që ato të mbahen më 6 prill. Maqedonia e Veriut sot mbush 5 vjet nga antarësimi i saj në NATO. Ministri i Jashtëm Timço Mocunski në një takim pune me ambasadorët e vendeve anëtare të aleancës ka falendëruar ata për ndihmën e dhënë nga të gjithë për rastin me zjarrin në Koçan, ku humbën jetën 59 persona. Në ditën e përvjetorit të antarësimit të vendit në NATO, Ministri i Jashtëm Timço Mocunski tha se përgjigjja e shpejtë e vendeve anëtare dhe partnerëve të NATO-s për të ndihmuar të lënduarit në zjarrin në Koçan dëshmoi fuqinë e solidaritetit që sipas tij është karakteristika kryesore e aleancës. Duke folur për sfidat e shtetit në rrugën drejt NATO-s, ministri theksoi se rrethanat nuk kanë qenë pengesë për plotësimin e qëllimeve, sepse janë mbështetur nga qytetarët dhe strukturat politike. Нашето членство. Ne njohim së bashku vlerat që na bashkojnë dhe rëndësinë e reformave që na kanë mundësuar të kontribuojmë në aleancën më të fuqishme politike ushtarake. Antarësimi ynë në NATO ka sjell optimizëm dhe ka implikime pozitive për rajonin. Në bashkëpunim me fqinjët tanë, bashkarisht kemi kontribuar në krijimin e një dinamike të re politike të bazuar në ndërveprimin e fqinjësisë së mirë, e cila synon ta shndrojmë rajonin në një sinonim të stabilitetit, zhvillimit dhe prosperitetit ekonomik. Ai më tej tha se qeveria është e përkushtuar për zbardhje të plotë të rastit me zjarrin në Koçan. Како влада определени сме одлучно да се бориме. Nga ana jonë si qeveri, vetëm po i ndërmarrim të gjitha masat e nevojshme për hetimin e plotë të rastit, përfshirë edhe sjelljen e të gjitha personave të përfshirë që kontribuan të ndodhë një tragjedi e këtill para organeve gjyqësore. Si qeveri, jemi të vendosur të luftojmë me vendoshmëri me korrupsionin dhe të gjitha dukuritë devijuese, qëllimi i cilëve është të përforcojmë besimin dhe të avancojmë funksionalitetin e sistemit, në të cilin qytetarët do të kenë besim të plotë. Kujtojmë se më 27 mars të vitit 2020 Maqedonia e Veriut u bë anëtare e 30 e NATO-s. Antarësimit në këtë aleancë kishte paraprit ndryshimi i emrit të shtetit për shkak të kontestit me Greqinë, gjë që për vite me radhë kishte bllokuar integrimin atlantik të vendit. Kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami thotë se vendimi për privatizimin e tokës tek monopoli është realizuar në vitin 2014. Kjo hapësirë si edhe disa të tjera, sipas Kasamit, me vendim qeveritar janë shitur me çmime simbolike në krahasim me çmimin e tregut. Aty ku kanë pas mundësi ta ndalojnë uzurpimin e pronës publike, thot Kasami se e kanë ndalur, duke e përmendur këtu edhe hapësirën tek Shikjellaku, të cilën e kanë pezulluar dhe procesin e kanë kthyer nga fillimi.
Në Tetov, si rasti monopolit, kanë qenë disa hapësira publike, si që është rasti i Teteksit, si që është rasti i Shikjellakut, si që është rasti i monopolit, si që është rasti i Interprometit, në fakt, ku këto hapësira publike në bazë të vendimeve të qeverisë për privatizim janë shitur me çmime, do të kisha thënë, simbolike në krahasim me atë që është çmimi i tregut. Pra, unë këtu i kam siguruar gjitha vendimet e privatizimit të këtyre qindra hektarëve tokë në qytetin tonë, ku veçmë një pjesë e madhe e tyre po transferohen në hapësira për banim kolektiv. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës deklaroi se qeveria serbe nuk ka asnjë interes për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën dhe se deklarata e saj ndaj vendimit të Kenias për njohjen e shtetësisë së Kosovës vërteton se Serbia vazhdon të refuzojë të përmbush zotimet e saj në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Ministria ka quajtur shqetësuese deklaratën e Serbisë duke vlerësuar se është kërcënim i drejt për drejt dhe alarmues kundër Kosovës, duke pasur parasysh veprimet e saj të vazhdueshme armiqësore kundër Kosovës që nga përfundimi i luftës në vitin 1999 përfshir sulmet ushtarake, politike, diplomatike dhe ekonomike, Bashkësia Ndërkombëtare duhet t'i marrë këto kërcënime seriozisht, thuhet në deklaratën e MPJD-s. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar se procedura për mbylljen e TikTokut ka përfunduar për telefonat smart. Dua që të gjithë ta dini se mënyra për t'ju shmangur bllokimit duke përdorur të ashtu quajturën VPN falas është shumë e rrezikshme pasi dihet botërisht se përmes VPN falas hakerat bëjnë namin në grabitjen e të dhënave të telefonit. Duroni pa TikTok ca kohë deri kur të përfundojmë edhe programin e përbashkët me kompanit e TikTokut, është shprehur Edi Rama. Gjykata e Bosnjë-Hercegovinës ka kërkuar që të lëshohen fletarestime ndërkombëtare përmes Interpolit për presidentin e Republikës Srpska Milorad Dodik dhe kryetarin e Kuvendit Popullor të këtij etniteti serb Nenad Stevandić. Sipas për lëshimin e fletarëstimeve, prokuroria e Bosnjës ka deklaruar se Dodik dhe Stevandić, duke shfrytzuar pozitat e tyre të larta në etnitetin e Republikës Srpska, duke shmangur procedurat ligjore të kontrollit kufitar, kanë kaluar kufirin shtetëror dhe kanë lëshuar territorin e Bosnjë-Hercegovinës. Gjykata e Bosnjë-Hercegovinës ka deklaruar se Dodik aktualisht ndodhet në Izrael, ndërsa Stevandić duke shmangur kontrollet ligjore është kthyer nga Serbia në Bosnjë me 18 mars. Forcat izraelite vrasin të paktën 103 palestinezë dhe plagosin 223 të tjerë çdo ditë në sulmet në rripin e Gazës, tha sot një monitoruesi të drejtave të njeriut Euromed, që nga rifillimi i luftës së tij gjenocidale në rripin e Gazës me 18 mars, Izraeli ka vrarë të paktën 103 palestinezë dhe ka plagosur 223 të tjerë çdo ditë, ka thënë organizata me bazë në Gjenevë. Për më tepër, ai kur nuk ndaloi së përdoruari taktika të tjera gjenocidi përpara 18 marsit dhe ka imponuar kushte jetese vdekjeprurëse që nga 7 tetori viti 2023 të dizajnuara për të zhdukur popullsinë palestineze në rripin e Gazës, duke përfshirë urinë dhe ashpërsimin e blokadës së tij të paligjshme, thekson organizata. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka pretenduar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës shumë shpesh janë në ndikimin e narrativës së Rusisë në luftën e vendit të tij, e cila po vazhdon për më shumë se 3 vjet. Nuk mund të jem mosmirnjohës për atë se çfarë bën ata për ne, por ata sot shumë shpesh, besoj unë, fatkeqësisht janë në ndikimin e narrativës së Rusisë dhe nuk mund të pajtohen me këtë narrativ, ka thënë Zelensky. Në anën tjetër, presidenti francez Emmanuel Macron ka shprehur kundërshtimin e tij ndaj propozimit të SBA-s për të lehtësuar sanksionet kundër Rusisë.
Kjo ishte e gjitha që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë miru pafshim.